i vakumit në Ballkan, duke pas parasysh sensitivitetin që ndodhemi në Ballkan. Kjo është e më e rëndësishmja sa i përket Republikës Kosovës. Atje janë marrë vetë vendime, do të merren vendime edhe sot se të shkëpytje bashkëpunimi rajonal me shteteve anëtare të NATO-s. Janë 32 shtete ku të gjithë thuajse po qohen nga letargjia dhe po e përmbushin ato afatet e sigurisë që duhet ta mbrojnë gjithë secili vendin e tyre dhe të kujdeset për vendin e tyre, duke pas parasysh se në çfarë vorbulla të pasigurisë është bota momentalisht në Iran, ku kanë filluar prapë sulmet në brëm, dhe paramendoni 5 vite e gjysmë Evropa gjildet luftë me provokimin e Putinit në Ukrainë. Është roli strategjik i Turqisë. Për atë arsye ka edhe shumë rëndësi ky samit si fuqi e dytë në NATO, dhe pastaj edhe KFOR në Republikën e Kosovës, pra misioni i NATO-s në Republikën e Kosovës që do të mbetet, nuk do të lejohet asnjë destabilizim, nuk do të lejohet asnjë vakum i sigurisë dhe nuk do të lejohet lufta hibride, duke pas parasysh që Rusia është në vorbullën më të madhe, në vlugun më të madh të luftës hibride në Evropë, por e ka edhe patëricën e saj në Ballkan që është Serbia, dhe këto propaganda me këtë luftë hibride, dezinformim, sabotazh dhe çka ju tjetër në aspektin e luftës hibride, po ju këndërvihet e gjithë Evropa, por edhe gjithë kjo pjesa tjetër e NATO-s, por edhe Republika e Kosovës me të vërtetën. Dhe kjo është shumë e rëndësishme që të mbesim vigjilent, dhe të mbështetim në aleatin shumë strategjik Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në aleancën më të madhe në botë